të shprehësh dashamirësi prindërve, të tregosh respekt për prindërit. Dhe po përmendet domosdoshmë disa gjëra. Për shembull, në kuvent, në mezhlis, duhet që t'u bësh vend prindërve që të ulen vendin kryesor, t'u lësh vendin më të mirë prindërve për të ulur, të largohesh apo të zhvendosesh në mënyrë që të ulen prindërit. Kur ham ushqim, të mos e zgjasim dorën për të filluar ushqimin para se të fillojnë ushqim prindërit. Kur ecim gjatë ditës, të mos ecim përpara prindërve, po të lëm prindin të ecë përpara dhe të ecim pas tyre. Ndërsa gjatë natës, për shkak të rreziqeve, të ecim para prindrit, që ne të përballim me rreziqet dhe prindi vjen pas. Sidomos kur rruga është e errët, apo kur rruga është e vështirë, ndërsa në qoftë se rruga është siç janë rrugët e qytetit tashmë të ndriçuara, rruga është e qartë, e ndriçuar, atëherë përsëri i lëm prindin që të ecë përpara në shenjë respekti për ta. Pra këto janë disa gjëra në të cilat njeriu tregon respekt për prindërit, po ka edhe gjëra tjera, këto i përmenda sa për shembull. Pra tu shprehim dashamirësi prindërve, të tregojmë dëmshuri për ta, të tregojmë respekt për ta, duke ndjekur këto udhëzime të cilat i përmenda, po edhe të tjera.